Çdo familje ka rregullat e veta, por në zonat më të thella janë disa rregulla dhe zakone që nuk kanë ndryshuar prej shekush, duke bërë që pjesëtarët e familjes të përjetojnë drama të thella familjare. Isuf Luka nuk ja fali kurrë vajzës që u martua me një djalë që ai nuk ishte dakord. Pasi vajza e tij shkoi te shtëpia e djalit që donte dhe u martua me të, babai i tha gruas dhe 3 djemve: "Vajza ime vdiq sot dhe sa do jem unë gjallë, ajo nuk ka as për të hyrë e as për të dalë nga kjo shtëpi, e mos guxoni që t'ja përmendni më emrin në shtëpi." Fjala e babait u bë ligj dhe kurrë nuk u diskutua, por pas 40 vitesh, bashkëshortja e tij, e cila u shtrua urgjent në spital, i tha mjekes: "Unë nuk mund të largohem nga kjo botë, pa parë vajzën që kam 40 vite pa ja parë syt, por e di që burri nuk e lejon këtë gjë." Ka qenë mjekja ajo që i është ulur në gjunjë kryefamiljarit dhe ju përgjërua për t'ia plotësuar këtë dëshirë të fundit bashkëshortës së tij, para se të largohej nga kjo botë. Edhe pse nuk pritej, kur babai i tha po mjekes, 3 vëllezërit shkuan menjëherë për të lajmëruar motrën që të vinte për të parë nënën në spital. Ato e kanë pritur motrën me tupanat e dera e spitalit, meqense e përcollën padasëm kur doli nga shtëpia 40 vite më parë. Sa po e ka parë vajzën, nënës ju mbushën syt me lot, i puthi duart, e puthi në ballë dhe i tha: "Më fal bia ime që nuk kam mundur të jem pranë teje, të kam menduar çdo ditë, por nuk më kanë lejuar kurrë të takohesha e të flisja për ty. Tani që sytë e mi të panë, po largohem me qetë nga kjo botë." Historinë e kanë treguar vetë pjesëtarët e familjes Luka, duke dhënë mesazhin që të mos ndiqen më rregulla që nuk kanë as pak të bëjnë me kohën tonë dhe që sjellin kaq shumë dhimbje në familje dhe hidhërim në shpirt.